Për çfarë vuan Shqipëria? Analiza e një vendi që ecën me dy ritme, shpejt në imazh, ngadalë në realitet. Nga fasadat e ndriçuara të radhat për emigrim, nga propaganda e suksesit të ankthi i përditshëm i qytetarëve, Shqipëria vazhdon të jetojë mes dy realiteteve të kundërta. Njëri është ai i reklamuar nga pushteti, i bukur, i kuruar, i shëndritshëm. Tjetri është realiteti i heshtur i shumicës, paga të ulta, shërbime të dobta, institucione të pabesueshme dhe një shoqëri që çdo ditë humbet njerëzit më të aftë. Kjo është diagnoza e një vendi që shfaq zhvillim në ekran, por prodhon pasiguri në jetën reale. Shqipëria, vendi i dy zërave. Shqipëria sot duket si një vend që flet me dy zëra. Njëri është zëri zyrtar, i lëmuar, i paketuar bukur me slogane, investime fasad, shifra optimiste dhe kronika turistike që i shesin botës një realitet të kuruar me kujdes. Zëri tjetër është ai i përditshmërisë, më i ashpër, më i lodhur, më i trishtuar. Është zëri i qytetarëve që nuk e përjetojnë zhvillimin që u premtohet, i të rinjve që kërkojnë rrugdalje jashtë vendit, i familjeve që jetojnë me kosto në rritje dhe të ardhura në vend numëro. Kontrasti mes këtyre dy Shqipërive nuk është më thjesht perceptim. Ai është bërë përvojë kolektive. Mjafton të dëgjosh çfarë thuhet në konferenca zyrtare dhe çfarë flitet në tavolinat e familjeve shqiptare për të kuptuar se vendi ecën me dy ritme, shpejt në imazh, ngadalë në realitet. Emigrimi, plaga që po zbraz vendin. Treguesi më i qartë i krizës shqiptare nuk është asnjë raport ndërkombëtar, asnjë grafik ekonomik, asnjë deklaratë politike. Është aeroporti. Është vala e pafundme e njerëzve që largohen. Shqipëria nuk po humbet vetëm të rinjtë e saj, ajo po humbet energjinë, profesionin, dijen dhe besimin te e ardhmja. Emigrimi nuk është më thjesht një lëvizje demografike. Është simptom në një gjendje të rëndë shoqërore. Njerëzit nuk ikin sepse nuk e duan vendin, ikin sepse nuk shohin më arsye për të qëndruar. Ikin sepse puna e ndershme paguhet keq, sepse merita shpesh zëvendësohet nga lidhja politike, sepse ardhmja duket më e sigurt në një vend të huaj se sa në vendin e tyre. Kur një mjek, një infermier, një inxhinier, një mësues apo një student i shkëlqyer e sheh largimin si zgjidhjen më logjike, atëherë problemi nuk është individual. Problemi është shtetëror. Krimi i organizuar dhe shteti paralel. Një tjetër sëmundje kronike e Shqipërisë është bashkëjetesa e frikshme mes shtetit dhe krimit të organizuar. Për vite me radhë, vendi është përballur me ngjarje të rënda kriminale, pasuri të pajustifikuara, ndërtime pa burime të qarta financiare dhe grupe që veprojnë me një fuqi ekonomike e territoriale që shpesh duket më e madhe se vetë kapaciteti i shtetit. Problemi nuk qëndron vetëm te ekzistenca e krimit, por te perceptimi i përhapur se ai nuk luftohet me vendosmëri. Në këtë terren, qytetarët krijojnë bindjen se shteti nuk është më autoriteti i vetëm real, por vetëm një nga aktorët e lojës. Dhe kur qytetari ndjen se ligji nuk e mbron dot, ai humbet një nga shtyllat kryesore të jetës demokratike, besimin se rendi dhe drejtësia vlen për të gjithë. Ekonomia që rritet në letër, por jo në xhep. Në planin ekonomik, Shqipëria shpesh reklamon rritje. Por pyetja thelbësore nuk është nëse ekonomia rritet në statistika, pyetja është nëse qytetarët jetojnë më mirë. Dhe për shumë familje shqiptare, përgjigjja është jo. Ekonomia shqiptare mbetet e mbështetur më shumë te konsumi, importi dhe ndërtimi sesa te prodhimi, inovacioni dhe puna me vlerë të shtuar. Kjo e bën modelin të brishtë. Një vend që konsumon shumë dhe prodhon pak nuk mund të ndërtojë qëndrueshmëri afatgjallë. Ai mbetet i varur, i ekspozuar dhe i pambrojtur ndaj çdo goditjeje nga jashtë. Në të njëjtën kohë, tregu dominohet nga pak duar të fuqishme ekonomike që kontrollojnë sektor kyç të ekonomisë, nga ndërtimi të mediat, nga karburantet e tenderat. Në një treg të vogël si Shqipëria, ky përqendrim nuk është vetëm çështje ekonomike. Është çështje pushteti. Ndërtimi si iluzion zhvillimi. Pak sektore ilustrojnë më qartë paradoksin shqiptar se sa ndërtimi. Kullat rriten, lejet shumë fishohen, betoni shtrihet, por pyetja mbetet e njëjtë. Apo ndërtohet mirëqenie apo vetëm iluzion? Një ekonomi që mbështetet kaq shumë te ndërtimi jep shenja të qarta çekuilibri. Apartamentet mund të shtohen, por ato nuk zgjidhin mungesën e prodhimit, nuk rrisin automatikisht pagat, nuk e mbajnë rinin në vend dhe nuk ndërtojnë një shtresë të mesme të fortë. Nëse qytetarët mezi përballojnë qiran, ndërsa tregu i pasurive të paluajtshme fryhet pa lidhje të natyrshme me fuqinë blerëse, atëherë kemi të bëjmë me një model që duket imponues nga larg, por mbetet i zbrazët për shumicën.
Inflacioni, goditja e heshtur ndaj familjeve. Për familjet shqiptare, kriza ekonomike nuk matet me terminologji teknike. Ajo matet në tavolinën e kuzhinës, të çmimi i bukës, vajit, qumështit, qiras, energjisë dhe karburantit. Inflacioni është bërë një barë e përditshme që gërryen jetesën, sidomos për shtresat me të ardhura të ulta dhe të mesme. Në një ekonomi ku pagat rriten me vështirësi, ndërsa çmimet ecin më shpejt, qytetari nuk e ndjen rritjen ekonomike. Ai ndjen vetëm ngushtimin e jetës. Dhe kjo krijon një ndjenjë të vazhdueshme pasigurie, ku çdo muaj bëhet më i vështirë se ai paraardhës. Kriza më e thellë, mungesa e besimit. Megjithatë, problemi më i madh i Shqipërisë mund të mos jetë as varfëria, as emigrimi, as korrupsioni në vetvete. Problemi më i madh është rënja e besimit. Kur qytetarët nuk besojnë më të shteti, të drejtësia, të policia, të politika, të administrata dhe të vetë mundësia e ndryshimit, atëherë kriza bëhet shumë më e thellë se çdo tregues ekonomik. Një shoqëri mund të përballojë vështirësi materiale, por e ka shumë të vështirë të mbijetojë gjatë pa shpresë. Dhe kur mungon besimi, çdo reformë duket propagandë, çdo premtim tingëllon bosh dhe çdo institucion shihet si pjesë e problemit, jo si zgjidhje. Arsimi, rënimi i së ardhmes. Një vend që nuk investon seriozisht në arsim, në fakt po heq dorë nga e ardhmja e vet. Shqipëria vazhdon të vuajë një sistem arsimor të goditur nga politizimi, programet e vjetruara dhe mungesa e investimeve reale në infrastrukturë dhe cilësi. Në shumë raste, meritokracia zëvendësohet nga ndikimi politik. Programet nuk ecin me ritmin e tregut të punës. Shkollat dhe universitetet shpesh nuk arrin të krijojnë profesionistë konkurrues në një botë që ndryshon me shpejtësi. Dhe si rezultat, më të aftët janë sërish të parët që zgjedhin të largohen. Një vend që humbet trurin e vet nuk mund të ndërtojë zhvillim të qëndrueshëm. Shëndetësia, sistemi i ankthit të përditshëm. Pak fusha pasqyrojnë më mirë brishësinë e shtetit se sa shëndetësia. Qytetarët paguajnë kontribute, por në shumë raste vazhdojnë të përballen me mungesë ilaçesh, mungesë shërbimesh, lodhje të stafit dhe nevojën për pagesa informale. Kjo krijon idenë se sistemi nuk funksionon mbi rregulla të qarta, por mbi lidhje, favore dhe mundësi personale. Ndërkohë, largimi i mjekëve dhe infermierëve e dobëson edhe më shumë sistemin publik. Dhe kur qytetari përballet me sëmundjen në një sistem që nuk i jep siguri, atëherë shëndetësia nuk është më shërbim publik, por burim i vazhdueshëm ankthi. Korrupsioni, acidi që tret institucionet. Nëse duhet identifikuar një forcë që i lidh shumicën e plagëve të Shqipërisë, ajo është korrupsioni. Ai nuk është vetëm devijimi i administratës, është mekanizëm që deformon shtetin, ekonominë, konkurrencën, drejtësinë dhe vetë moralin publik. Tenderat me konkurrencë të dyshim, të debatueshme, pasurimi i pajustifikuar i zyrtarëve, klientelizmi në administratë dhe favorizimet sistematike kanë krijuar bindjen se shteti shpesh nuk funksionon mbi bazën e ligjit, por mbi bazën e interesit. Kjo nuk dëmton vetëm buxhetin. Dëmton frymën e shoqërisë. Sepse kur njerëzit shohin se rregullat nuk vlen njësoj për të gjithë, atëherë ndershmëria humbet vlerë. Media, mes pushtetit dhe heshtjes. Roli i medias në këtë tablo është thelbësor. Në një demokraci funksionale, media duhet të jetë pasqyrë, kontroll dhe presion ndaj pushtetit. Në Shqipëri, shpesh ajo është kapur mes interesave ekonomike, lidhjeve politike dhe varësisë financiare. Kjo ka prodhuar një terren ku investigimi i vërtet mbetet i kufizuar, ndërsa propaganda, spektakli dhe zhurma mbulojnë problemet reale. Kur media nuk pyet, qytetari humbet orientimin. Dhe kur qytetari humbet orientimin, demokracia humbet mekanizmin e saj më të rëndësishëm të vetëmbrojtjes. Politika që ushqehet me krizë. Klasa politike shqiptare ka dështuar të krijojë një kulturë dialogu, institucioni dhe vizioni afatgjallë. Në vend të kësaj, politika prodhon krizë të vazhdueshme, konflikt, polarizim dhe spektakël. Debati publik dominohet nga përplasja, jo nga zgjidhja. Nga etiketimi, jo nga projekti. Nga interesi afatshkurtër, jo nga shteti. Kjo e mban shoqërinë të lodhur, të ndarë dhe të hutuar. Dhe një shoqëri e lodhur është më e lehtë për t'u qeverisur, por shumë më e vështirë për t'u zhvilluar. Pse Shqipëria nuk ecën me ritmin e Europës? Pyetja sepse Shqipëria vazhdon të mbetet larg standardeve europiane ka një përgjigje të thjeshtë, sepse Bashkimi Evropian nuk është dekor politik, por sistem standardesh.
Shqipëria mund të ndërtoj fasada, të prodhoj slogane dhe të shpallë suksese, por nuk mund të hyjë realisht në një familje institucionesh të forta pa ndërtuar vetë institucione të forta. Pa drejtësi funksionale, pa administratë të pakorruptuar, pa ekonomi të formalizuar, pa media të pavarur dhe pa meritokraci reale, integrimi mbetet më shumë retorik se sa proces i vërtet transformimi. Diagnoza e qartë e një vendi që meriton më shumë. Shqipëria nuk është një vend pa potencial. Përkundrazi, është një vend me energji njerëzore, pasuri natyrore, pozicion gjeografik të favorshëm dhe një popullsi që ka dëshmuar se di të punojë dhe të përshtatet. Por potenciali nuk mjafton kur përplaset me keqeverisjen, korrupsionin, kapjen e institucioneve, mungesën e drejtësisë, oligarkinë ekonomike, emigrimin masiv dhe varfërinë strukturore. Kjo është sëmundja shqiptare, jo mungesa e mundësive, por shkatërrimi sistematik i tyre. Dhe pikërisht këtu nis çdo shpresë serioze për ndryshim. Jo te propaganda, por te pranimi i diagnozës. Jo te fasada, por te themeli. Sepse një vend nuk shërohet duke fshehur plagët. Një vend shërohet vetëm kur gjen guximin t'i shohë në sy dhe t'i quajë me emër.